Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të ndarë me ju rrëfimin e radhës. Do të flasim për një rrëfim shumë të dhimbshëm, do të flasim për një dhimbje, për lotët e një djali. Këtë letër ma ka shkruar nëna e tij, por fatkeqësisht kjo nën në lagje e ka fëmijën e saj, por djali nuk i flet sepse nusja nuk e lejon. Nuk e kisha menduar kur që do të vinte një ditë ku do ta shikoja djalin tim vetëm nga balkoni. Një nën nuk lind fëmijë që t'i ketë afër vetëm me sy. I lind që t'i përqafoj, t'u dëgjoj zërin, t'u gatuaj ushqimin e preferuar, edhe të qaj hallet bashkarisht me to. Por ja që jeta di të bëhet më e ftohtë edhe se dimri. Unë quhem Mimoza, jam 67 vjeç dhe jetoj vetëm në një apartament të vogël, në të njëjtën lagje ku jeton një mbir. Po e dëgjuat shumë mirë, jetoj në të njëjtën lagje. Nga dritarja ime shoh pallatin e tij. Në darkë shoh dritat që ndizen në shtëpinë e tij. Shpesh e shoh makinën kur kthehet nga puna. Madje, ndonjëherë shoh edhe nipin tim duke luajtur poshtë pallatit. Por unë nuk jam pjesë e jetës së tyre. Djali im më shkruan në fshehurazi mesazhe. Mami si je, mam të dua, mam mos u mërzit. Por nuk vjen. E gjitha sepse nusja nuk e lejon as pak. Kur ishte i vogël, djali im nuk flinte pa mua. Mbaj mend netët kur i rija te koka me temperaturë, i ambaja dorën derisa i binte ethet. Kur s'kishim bukë në shtëpi, unë haja vetëm bukë të thatë që ai të kishte qumësht. Babai i tij na la shumë herët. Isha vetëm 29 vjeçe kur mbeta vejushe. Më than i here, martohu prap. Por unë nuk doja burr tjetër. Doja vetëm të rrisja djalin tim. Punova në fabrikë, pastrova shkallë pallatesh, lava rroba për të tjerët. Kam fjetur pa ngrënë shumë net. Por djali im asnjëherë nuk e mori vesh. Kur u rritë dhe mbaroi shkollën, unë me thënë të drejtën, unë ndjeva shumë krenare. Thosha me veten, tani lodhjet e mia morën fund. Pastaj ai u dashurua. Në fillim u gëzova shumë, nusja dukej vajzë shumë e mirë. E prita me zemër të hapur, i dash florinte e mi të fundit për dasmën. Madje shita edhe një tokë të vogël që e kisha nga babai im. Doja që djali im të ishte i lumtur, por pas martesës gjithçka në atë marrëdhënie në këtë familje ndryshoi. Në fillim nisën gjërat e vogla. Mam, sot jam i zënë. Mam, vi javën tjetër. Mam, nusja nuk ndihet mirë. Pastaj telefonatat u ralluan. Më vonë djali filloi të më shkruante vetëm ajo kur nuk ishte pranë. Një natë më erdhi një mesazh, mam të lutem, mos më telefono shumë, se bëhet debat i madh në shtëpi. E lexova mesazhin disa herë, më dridheshin duart. Debat? Pse një nën duhet të bëhet problem? Një ditë vendosa t'i shkoja tek shtëpia. Kisha bërë byrek me spinaq, të preferuarin e tij.
Trokitja ime në derë ishte e lehtë, sikur kisha frikën mos shqetësoja dikë. Ma hapi nusja, nuk buzëqeshi, më pa nga këmbat e kokët dhe më tha, pse s'u lajmërove para se të vije? Unë ndjeva thjesht, unë ndjeva si një grua e huaj. Më pa nga kokat e këmbët edhe më tha, pse s'u lajmërove para se të vije? I thash, kalova këtej dhe mendova t'ju sillja pak byrek. Ajo e mori tepsin pa më ftuar brënda. Nga pas dëgjova zërin e djalit duke i thënë, kush është? Ajo ju përgjigj, askush. Ato fjalë më prend në shpirt. Askush? Nëna që e lindi askush? Atë natë qava deri në mëngjes. Disa ditë më vonë djali më shkroi, mam më fal, u mërzit shumë ajo. Por unë nuk doja falje, doja vetëm djalin tim. Kaluan muaj në bajrame, në vit të ri, në ditëlindjen time, vetëm mesazhe. Mami gëzuar, mami të puth. Një ditë e pash poshtë pallatit, ishte vetëm. Zemra më mbush me gëzim. Mora shallin edhe dola me vrap. Kur më pa u tremb sikur po bënte diçka të ndaluar. Mam, pse dole? I thash, të përqafoj fort birë. Ai më përqafoi shpejt si fsheu razi, pastaj pa nga rruga me ankth. Mami, të lutem, ik tani. Pse, i thash unë, nëse merr ajo vesh do të bëhet keq. Aty kuptova se djali im nuk jetonte më si burr, jetonte si njeri që kishte frikë. Por prap nuk e ureva nusen, jo, sepse urrejtja ta helmon zemrën. Unë vetëm u lëndova. Më shumë më dhem te fakti që djali im nuk kishte forcën të më thoshte, kjo është nëna ime. Nuk kërkoja të jetoja me ta, nuk kërkoja para e as dhurata. Doja vetëm një kafe bashk, një drekë të diele, një përqafim pa frikë. Një mbrëmje rash në banjo, më iku tensioni dhe godita kokën. Ndjenja në dysheme gati një orë, pës kisha këtë të telefonoja. Mora djalin, nuk ma hapi. Pas pak më erdhi mesazhi, mam, jam me nusen, çfarë ke? Aty shpërtheva në lot. I shkruajt asgjë birë, vetëm doja të ndëgjoj zërin tënd. Nuk i tregova që isha gjakosur. Atë natë kuptova se vetmia nuk është kur je vetëm në shtëpi. Vetmia është kur ke njerëzit afër dhe prap nuk të kanë. Fqinjet më thoshin si ka mundësi që djali jeton kaq afër dhe nuk vjen. Unë gjithmonë e mbroja. Është i zënë, punon shumë dhe ka halle. Në të vërtetë kjo është nëna. Si e komentoni këtë histori?